Përshëndetje! Wow, çfarë surprize! Përshëndetje! Si ndihesh sot? Mirë, faleminderit. Mirë se na keni ardhur. Mendonim që të vinim dhe të bënim një surprizë sot në shtëpizën tënde. Faleminderit shumë. Është kënaqësi gjithmonë nga Dark Channel. Edhe një brenda kënaqësi. Mirë se na keni ardhur në shtëpinë e fëmijërisë time. U solla diçka nga karakteristikat tradicionale të fshatit Livadhi, siç është bostani dhe pjepri, të cilat I kanë traditë me shumë vite më parë I kultivohen vetë fshati. I ka shumë zhvilluar bujqësinë. Na flit pak për gjithë familjen tënde, që ka çdo gjë lidhje me këtë shtëpisë të bukur që ti ke. Familja ime nis këtu sigurisht. Fshati Livadhi është ndërtuar shumë vonë pasi që të parët tonë të familjes, gjyshi kanë qenë Malsi, prej atje kanë zbritur në fshat. Në atë kohë fshati nuk ka patur shumë shtëpi, vetëm 5 shtëpi, tani është bërë diku 300-400 shtëpi. Familja im ka qenë shumë e bukur nga 2 prind të mrekullueshëm, të cilët muzikën e kanë patur si pasion. Baba ka qenë shumë I talentuar si në kërcim, si në instrument, si në këndim. Gjithashtu edhe nëna ka kënduar shumë bukur, ka shoqëruar babain zbashku ka kënduar gjithmonë. Edhe ato janë iniciatorët të parë që na kanë dhënë këto vlera artistike që na kanë shtyr më tutje të vazhdojmë në artin muzikal. Deri në moshën 40 vjeçare, unë kam jetuar bashkë me prindërit edhe nuk jam dharë asnjëherë derisa kam emigruar në Amerikë. Akoma edhe kur kthehem gjithmonë këtu në vendlindje kam shumë mall për prindërit edhe prap kujdesem për ta, s'mund t'i ndaj nga zemra. Po prezantoj babain tim Recep Ploga dhe nën Meradie, të cilët kanë jetuar më përpara te Kulla, themi këtu, te Kulla e Agajt është disa qindra vite më parë. Kur kanë zbritur nga Malësia kanë ardhur te Kulla tjetën. Pastaj si janë ndarë me vëllezrit, kanë ndërtu shtëpinë këtu dhe kanë ardhur tjetën te kjo shtëpi. Vllau dhe motra kanë lindur atje kurse unë këtu. Sa përket emrave në atë periudhë ka qenë shumë e vështirë me vendu emra shqiptar. Edhe kur ka shku babai, prindërit na lënë emrat, nuk kanë qenë dakord këto Maqedon me ato emra. Edhe pastaj babai ka vendosur, familja ka probleme se vendohet emra Flori, Argjend dhe Florie, ata ka thënë jo, s'ka problem, okej, vendoj emrat kështu. Atë kështu ka ardhur, domethënë situata e emrave që të tre kemi pavarësisht emra të shmuar me dalesh, kupton? Fshati jonë është fshat shumë I edukuar, me shkollim të lartë ka shumë specializuar për mjek, avokat, aktor, artist, është shumë fshat I zhvilluar. Në atë periudhë kur kam qenë këtu, kanë ardhur edhe koreograf nga Tirana, si njëri nga ato është Panayot Kanashi, I cili ka ardhur edhe shtëpinë tim këtu, e kam mirëpritur, gjithashtu edhe Recep Çeliku. Fshati Livadhi ka patur shoqërinë kulturartistike Drita e Livadhis, është quajtur si ansambël, edhe ka patur sukses, ka qenë ndër më të mirat në Maqedoni. Edhe ato kanë lënë, to koreograf kanë lënë valle shumë të bukura në Livadhi. Edhe akoma vazhdojnë nxënësit e Panayotit edhe Recep Çelikut, po I ushtrojnë ato valle edhe deri në Amerikë. Skënderbeu I ka patur disa betejë, I ka zhvilluar këtë fshat. Kanë gjetur zbulime prej kohës të Skënderbeut, ka edhe shumë varreza të luftëtarëve të tij këtu në afërsitë të fshatit tonë, edhe ekzistojnë gjithë ato monumente, domethënë ato kohës lashtë. Na flit pak për rëndësinë e flamurit shqiptar. Ka qenë shumë e vështirë në kohën e komunizmit këtu, jo vetëm për flamurin, po edhe nëse dëgjojmë këngë shqip apo shohim e ndjekim të vëshën ndaj Tiranën. Ka qenë shumë problem. Mirë po këto nuk e dinë se ose nuk e pranojnë, e dinë shumë mirë, po nuk e pranojnë se kjo ka qenë Shqipëri më parë. Kurse flamuri u pengon, po ne nuk e heqim edhe në fshatin tonë gjithmonë e vendojmë flamurin shqiptar. Ky shtet është munduar gjithmonë që të
që na humb gjuhën, na zhduk, po ne me sakrifica kemi qëndruar edhe kur nuk na kanë zhduk gjuhën. Janë munduar të mbyllin shkollat, të ndalojnë sa më pak fëmijë të lindin, kupton? Mirë po, ne dim shumë mirë që në vitin 1912, kjo ka qenë Shqipëri, edhe Struga, Pogradeci, Prensi, Librazhi, pazarin e kam bërë njëjtë. Edhe ne nuk tolerojmë asnjëherë që dikush na ndryshojë kompsin, do të ngelim gjithmonë shqiptar edhe do ta duam gjithmonë flamurin shqiptar. E kanë shumë vështirë të pranojnë që jam shqiptar, edhe kam pas disa fërkime, po mos i përmend të gjitha. Njeri ka qenë i rënd. Kam shku në Amerikë kur jam kthy prapë me familjen që ti vendos fëmijët këtu prapë ta vazhdojnë edhe një vit shkollimin. Në fund vitit më ka thënë që nuk mund fëmijët të kenë, domethënë, dëftesa me përfundu vitin. Po pse, po ju jeni kështu emigrant, nuk keni drejt, domethënë, ju fëmijët këtu të vazhdojnë shkollimin. Edhe kjo më ka ardhur shumë çudi, ka qenë shumë absurde, saqë më ka vendu në pozitë shumë të keqe. Edhe më kanë detyruar të shkoj deri në Ministrinë e Kulturës të Shkupit. Kam shkuar atje në zyrë kur jam fut, kanë qenë ca nga këto slavet punësuar aty. U kam nisë dokumentat nga Amerika prapë që fëmijët kanë qenë shkolla atje, edhe dokumentat janë origjinale, jo më ka thënë keni falsë dokumentat. Nuk s'janë këto të vërteta këto dokumenta. Prap fat që ishte një punonte Ministri i Kulturës, një kushëri i gruas atje, edhe ai na ka shpëtuar se do ta humbshim vitin fëmijët, edhe i kam kthy prap në Amerikë. Pastaj atje prap derisa i kam fut në shkollë prap me probleme atje, po nëse atje është shumë më e lehtë, ato e kuptojnë situatën e fëmijëve apo familjes prindërve. Kurse këto nuk deshin të dinë fare, as nuk u vështevon fare, se kush je çare, vetëm me u zhduk, me u humb nga ky vend, kupton? Por aman, ti ke bërë goxha karrierë në muzikë. Ja ke dalë në gjitha drejtipat të jetës tënde. Edhe pse ke patur këto vështirësi në lindjen tënde, duke qenë një shqiptar në një vend që nuk dua që ti të jesh shqiptar, ke arritur të ke bërë suksese. Na trego pak për rrugtimin tënd artistik, si nisi, si erdhi muzika tek ty? Fillimet e para i kam nisur me këto fshatrave të rrethit Strugës, siç janë Presa e Veleshtës, Shoqëria Kulturore Artistike Drita e Livadis, edhe disa shoqëri të tjera. Veç kësaj, pastaj jam inkuadruar me shumë festivale të ndryshme. Këngën Jeho në Strugë, festivalin Notafest në Shkup, Polifest, ka pas ndryshme festivale. Pas asaj kam pas ca turne nëpër Europë. Si jam kthy prej atje, atëherë e kam vazhduar me Shqipërinë. Cila ka qenë kënga më e dashur e fëmijërisë tënde? Nuk mund t'i ndaj këngët se janë gjitha të bukura. Në periudhën e luftës që ka qenë Kosova, që i kanë dëbu shqiptarët në atë periudhë, Maqedonia dhe në Kosovë, atëherë kam realizuar një këngë bashkë me këngëtarin e minjor Ili Shaqiri. Atëherë ka qenë nisja e parë e imja profesionale që t'i futem muzikës ashtu siç duhet. Gjatë asaj kohe më ka ndodhur edhe një tragjedi. I kam patur dy vajza. Njëra ka ndruar jetë aksident në rrugë. Iliri ka ndetë me familjen në Strugë, ka ndetë më shumë ka ndetë me mua. Edhe ma ka realizuar këngë, orkestruar te Mon Xhulali në Tiranë. Teksti muzikën e ka kriju vetë Iliri. Videoklipin e kemi realizuar në Prishtinë. Kjo ka qenë një këngë e dedikuar për vajzën? Po, e dedikuar për vajzën. Edhe atë këngë vetëm njëri kam kënduar në studio, edhe kur se kam kënduar. Besoj se është një nga momentet më të errëta të jetës tënde, momentet më të vështira që ti ke përjetuar. Sigurisht që po. 3 vite kanë qenë shumë të vështira, po pastaj jeta vazhdon, s'ke çfarë bën. Si arritë ta kapërcesh këtë dhimbje? Me thënë drejtën, pas 40 ditësh kam shku me njerë
prap vazhdoj me muzikë, me një fshat, domethënë, këtu në Veleshë kam punuar me vite, kam punuar aty me gjithë artistët e Shqipërisë aty. Edhe u kam ditë afër këtyre artistëve shqiptar. Ai më ka bërë shumë mirë. Me muzika është gjithmonë elementi i shërimit për ty dhe mënyra se si ta transmetosh emocionin tënd. Po, pastaj ka ardhur një regjisor, Artur Bezade, rastisht e kam takuar në Struk. Ai më ka ndihmuar fillimisht që të futem në Shqipëri faktikisht. Më ka drejtuar në televizion Klan, pastaj te Top Channel. Atje kam takuar Genti Lakon. Kur e dëgjoj albumin ai, tha, nuk e dim këllon pa fjalë, tha, vokal shumë i veçantë, e tha, ke diapazon shumë gjerë, tha, nuk di çfarë them, tha. Çfarë komplimente do të jap, tha. Po tha, patjetër do me ty ose do të nxjerr dritë unë ose nuk nxjerr kushta, po unë nga që u dashurova tha me zërin tënd, po patjetër do të bëjmë diçka me ty në Shqipëri. Me atë këngë për të parë kam dalur në Top Fest 1, kam marrë pjesë, pastaj kam patur disa intervista ku ka qenë deri tani ky zë, pse s'ka dalur gjithë këto vite. Thash shumë po, tani që fati tani erdha. Pas asaj më thot Genti, kjo këngë është e bukur, po për ty duhet diçka më e madhe, këngë më e mirë. Atë ka qenë kënga e dytë me njerë Loti Vever. U bë hit pa prit se kam besuar se si ka mundësi të bëhet kënga aq shpejt hit. Edhe ajo është kënga që populli domethënë me atë na njeh, ajo është si më thënë se patenta jonë që futemi në tregun shqiptar apo në Shqipëri që na njohin. Ka pas shumë sukses si këngë, ka qenë ndër këngët më të bukura në atë periudhë. Kemi patur edhe kritika për videon që kemi realizuar me ato platformë videoklipit. Pasi kanë filluar gjithë na imitojnë ne, edhe i kanë bërë edhe më të egzageruar, edhe më, si më thënë, i kanë bërë shumë ekstravagante, po ne kemi patë shumë kritika për periudhën e parë kur kemi realizuar videoklip. Mirë po pati sukses si videoklip, edhe kemi qenë shumë kënaqur. Çfarë quaj ekstravagant në atë video për atë periudhë? Po mënyra e veshjes për shembull, apo e lëvizja, apo tani me bokrasimin asaj periudhe para 20 vitesh, edhe tani domethënë është diferencë shumë më e madhe, domethënë shumë ekstravagante se ai periudhë që qenë në atë kohë. Tani është bërë ekstrem, është është ndryshim i madh shumë. Shikojmë që në shtëpinë tënde ka shumë instrument. Cilat nga këto vegla e njeh më mirë? Po unë e kam filluar fillimisht me të gjitha. Edhe me fyllin, edhe me çiftelin, edhe po më shumë pasi që babai edhe ai ka rënë fizharmonikës, më shumë fizharmonikën kam ngjit edhe deri në moshën 30 vjeçare i kam rënë fizharmonikës me grupe ndryshme orkestër. Pastaj pas fizharmonikës kam vazhduar në tastier, u bë 20 sa vite edhe akoma vazhdoj me tastier. Po fizharmonikën kam, si më thënë, zemrës, shpirtit, nga që ka tjetër tingull, tjetër është tastiera, tjetër është fizharmonika. Nga që tingulli i fizharmonikës vjen nëpërmjet ajrit edhe është shumë natyral dhe shumë i bukur edhe nuk ka kush që e ndron, është i veçantë. Kurse i tastierës vjen nëpërmjet korrentit. Kur vin familjar, për shembull, ulemi edhe bëjmë qef, e marr fizharmonikën së shpejti edhe këndojmë gjithë së bashku, edhe prandaj e mbaj për qef më shumë. Festat ndodhin rastisht, nuk di se kur si mblidhemi edhe se si vin situata. Gjithmonë kur ka dashuri apo energji pozitive, edhe gjithmonë përfundon me muzikë, duke kënduar pastaj. Kështu e kemi patur traditë nga familja, edhe prindit kështu kanë qenë. Mes natës ato kur na kanë çuar nga gjumi, hajde se do bëjmë muzikë, ku kanë ardhur për shembull miq, u kanë përgatitur ushqim edhe kemi deri mëngjes duke bërë, edhe kështu është bërë traditë muzika te ne. Nëna për shembull i ka rënë ka kënduar dhe babai çiftelis ose fizharmonikë ka kënduar, pastaj kemi shoqëruar edhe ne, edhe kështu ka ngel tradita e muzikës te ne. Do na luash pak? Fizharmonikë? Fizharmonikë. Po patjetër.
Se dy të dashurët që kam, o ju shokët e mi, unë i dua shumë ata, por si sytë e mi. Se dy të dashurët që kam, o ju shokët e mi, unë i dua shumë ata, por si sytë e mi. E para më shtëna, e dyta më jeti, që të bjat mirajni, ju kam si sytë e mi. E para më shtëna, e dyta më jeti, që të bjat mirajni, ju kam si sytë e mi. Por ti e dyta, nësë dësh prokat shumë, se në nën ti me du ma shumë se ty. Por ti e dyta, nësë dësh prokat shumë, se në nën ti me du ma shumë se ty. Se po mos ishte nana, nuk do të m'kishe ti, që të bjat mirajni, ju kam si sytë e mi. Se po mos ishte nana, nuk do të m'kishe ti, që të bjat mirajni, ju kam si sytë e mi. Më prit dhe pak, sa fenatën e mirë, dritarën e re, gjana u shpirto dritë. Më prit dhe pak, sa fenatën e mirë, dritarën e re, gjana u shpirto dritë. Po të pris akoma, po të pris akoma, akoma, moj gjane, akoma. Bregut e ti tu i shikti, të kompani vajstërë. Bregut e ti tu i shikti, të kompani vajstërë. Si kom fat me ata sy, ajde t'jarë të vitëri. Si kom fat me ata sy, ajde t'jarë të vitëri. Aman hajde, hajde, ti përbanam, por si kur zmarë do kada. Aman hajde, bukuri, të qenu se në shtëpi.
Moj dashnorej të gjykos moj pirëndi si ma shfaqe dashnin e re se fjala jo te moj dashonia sa e papes moj pa skaqe se fjala jo te moj dashonia sa e papes moj paskaqen e qke me muhe din që belane qke me muhe din që belane unë prej teje nuk e se dane unë prej teje nuk e se dane ajde moj sa vete na bone për vete na bone për vete na digje nga trete ajde moj sa vete na bone për vete na bone për vete na digje nga trete
zezet ka qyteti me të reja bukur vesh në të vend ku bëhe qefi shko dërlëzja rritu i kesh era jote lule zambaku luja i që mere si gjithmondja ti shkodranit nuk e bëqe fjëgjete në gëzime me kam, me veta, vetere, ju sona botës, e ty kesh me bërcaleta, dhe të sija, roma e shkotës. Era jote, lule zambaku, lumija i që i mere, si gjithmondja, i shkodrani, nuk e baqe fytjeve, në gëzime unë arshë që ti bëhet me shkodran ajo shkodre moj të mosha e të në qetinja në gëzime unë arshë që ti bëhet me shkodran ajo shkodre moj të mosha e të në qetinja. Vedeshtare, moj kokone, vedeshtare, moj kokone, moj të prishat soj lezi, moj të prishat soj lezi. Do t'i lutem, Zoti qumë, do t'i lutem, Zoti qumë, mos të prishat bukuri, mos të prishat bukuri. Vedeshtare, hajde moja ke lara, vedeshtare, hajde atë po flasim rreth kësaj kënge. Këtë këngë ka realizuar për herë të parë vajza e dajs babës tim. Është domethënë rrjedh nga familja jonë si këngë. Baba im është nip nga Veleshta, domethënë dajin e ka patur nga Veleshta Veleshtar dhe prandaj na lidh kjo kënga e Veleshtës. Prandaj kam dëshirë të realizoj edhe dy këngë tjera si Veleshtarja në të ardhmen, dy këngë poturi. Besoj që vitin tjetër do t'jenë gati. Këto janë disa kujtime nga jeta ime, nga e kaluara ime, të cilat edhe unë ka kohë që nuk i kam
parë, se gjithmonë kur vi këtu me lindje, nuk kam edhe kohë shumë me të shoh se çfarë kam pasur më parë, po sot po po shoh Shqipëri diçka. Është kënaqësi që së bashku me ty do rikujtojmë gjërat e tua të bukura. Besoj, të familjarisë tënde, të artit tënd. Kështu që jam shumë kurioze pse jo, të ndash me. Këta janë sa kaseta të videoklipeve para shumë vitesh, ka 15 ose 20 vite, që mundohem prapë të risjell në kohën e sotme për brezat e ri. Këtu po shoh edhe sa intervista që i kam bërë në atë kohë në Shqipëri. Kam shumë nga këto, po do t'i kërkoj. Nuk kuptoj t'i afrohem një femra. Kam dhënë shumë intervista dhe nuk më kujtohet. Përse ky titull i kësaj interviste? Ka qenë Loti Veber, ka qenë hiti, atë ka qenë ky intervistë, po kemi patur shumë intervista, si mbaj mend gjitha. Nëse po shohim sa foto të tjera. Këtu është periudha kur vllau e ka qenë në ushtar, ka kryer ushtrinë dhe e kam pritur. Kam shkuar, kam vizituar. Kjo do të jetë para, domethënë vitin 1990, sa I bie diku 35 vjet, po. Kam bajtë edhe mustaqën pak në atë kohë, po tani nuk I mbaj dot. Tu kam marrë pjesë me një festival në Shkup, Polifest, festivalit këngës popullore. Më kujtohet e kam patur një këngë të autorit, të kompozitorit Adrian Nila, kurse këtu kam qenë te Pallati I Kongreseve, te Mikrofoni I Art, që është mbajtur një festival në atë kohë. Edhe këtu e kemi fituar edhe një çmim, diskografia më e mirë, ka qenë albumi më I shitur në Shqipëri në atë periudhë. Ma këndosh pak një refren të vogël. Njeri qesh dhe tjetri qen. Kjo ka qenë kënga. Njeri qesh dhe tjetri qen. Shumë bukur. Kurse këtu është një koncert ka qenë në Belgjik, ku kam qenë turne me shoqërinë kulturore artistike Drita e Livadis. Edhe kjo është, ka më shumë se 30 vite edhe kjo. Që edhe këtu me grupin bashkë kemi këtu. Shqiptarët e diasporës në Europë. Deri moshën 30 vjeçare kam luajtur në fizharmonik me orkestër, që edhe një foto kam qenë me orkestrin këtu në fizharmonik. Pas moshës 30 vjeçare kam kaluar në organon, në tastier. Në atë periudhë dasmat janë bë pak më gjatë, më ndryshe. Kur kemi shkuar në dasëm, domethënë që kemi shkuar në mëngjes kemi shkuar pas pajës me fizharmonik. Kemi marrë pajën, jemi kthyer, pastaj jemi bë gati që prapë shkojmë ta marrim nusën, prapë me fizharmonik. Kështu duke shkuar me orkestër, duke shoqëruar me fizharmonik, me orkestër. Pasi prapë të shtëpia është bë, kur kemi marrë nusën, prapë të shtëpia është bë ai muzikë. E në mbrëmje e kemi vazhduar akoma dasmën, domethënë gjithë ditën është bë dasëm. Nuk është se si tani vetëm mbrëmje dasëm. Edhe në atë periudhë nuk ka patur këngëtare këtu shumë. Në Sruk çdo sezon unë vetë i kam bërë diku 40 dasma gjatë verës. Prej orës 10 mëngjesit deri orën sa kanë zgjatë 1-2. Domethënë kam fjetur pak, prapë mëngjes tjetër, domethënë 40 dasma radhë. Po ka patur edhe dasma gjatë dimrit. I kanë bënë edhe nëpër shtëpia, ka qenë edhe shumë ftoftë. Po prapë I kemi rezistuar ftoftit edhe prapë I kemi bërë dasmat edhe jashtë.
ka qenë shumë interesante, domethënë njerëzit kanë qenë më të etur për muzikë, ka qenë tjetër komplet ndryshe nga tani, si bëjnë dasmat. Njerëzit shumë dashur kanë qenë, shumë të afërt edhe e kam patur qejf të kërcejnë muzikën, e kam patur shumë qejf. Në atë periudhë unë ujtë ftoftë nuk kam pije asnjëherë, gjithmonë ujtë, domethënë temperaturë të ambientit, i ngrohtë, se gjithmonë ujë ftoftë është shumë problem për zërin. E kam përdor qep, më shumë edhe qep kam ngrënë, lëngun e qepës, edhe kurse gjatë dimrit, imagjino, nga që nuk mundu që të pi ujë të ftoftë fare, kam pi ujë të ngrohtë vetëm që të kalojat etjen e ujit, se shumë problem ka qenë. Domethënë me mbajtur gjithë ato dasma vetë, është dashur shumë një përkushtim i madh i vokalit për t'i mbajtur gjithë ato dasma. Po prap kam rezistuar, domethënë ka qenë tjetër energji, domethënë kam qenë më i ri atëherë, edhe e kam dalë. Kurse këtu është një xhirim, ku duket edhe këngëtari më i njohur, Ili Shaqiri, ky ka qenë autori i këngës edhe regjisor, edhe gjatë videoklipit gjithë ky së bashku kemi realizuar të këngë. Në kohën e luftës që ishte në Kosovë, në atë periudhë ai ka ndetë këtu me familjen në Strug, gjithmonë ka ndetë me mua, edhe duke ndihmuar. Më kujtohet te ky videoklip duke varpuar maleve dhe jam rrëzuar, keq edhe e kam nxit këmbën me një gur kam rënë. Kënga quhet Bashkë do të kthehemi në Kosovë. Këtë e kam dërguar edhe te televizioni shqiptar, te Silvana Braçe, që kam mirëpritur mirë atëherë, edhe e ka transmetuar edhe televizioni shqiptar. Ka qenë këngë shumë e suksesshme, shumë e bukur. Kurse edhe kjo më kujton një nostalgji, kemi qenë në Belgjik, në Bruxelles, është një këngëtare nga rrethi i zonës tonë këtu, e kemi kënduar një këngë duet. Ishte shumë interesante kënga nga që e filloja unë i pari këndoja, pastaj kur vinte pjesa e vajzës e këngëtares, kjo ishte prapa skenë, dilte nga perdja, edhe kur momentin që thotë o ktheu pra o vllai i motrës, e mbajmë në atë periudhë gjysma e sallës kanë filluar me qajtë duke më përgjafu dhe nuk më lishonin domethënë duke qajtë. Edhe ka qenë shumë koncert i paharruar, domethënë është për ta vlerësuar. Kurse këtu është gjithë familja ime, kemi patur këtu një gëzim familjar, është nana, babai, vllau, është edhe bashkëshortja ime dhe fëmijët. Kjo është para se të emigroj në Amerikë. Momenti i fundit i qëndrimit tuaj. Po. Por vazhdon? Vazhdojmë edhe këtu edhe atje. Kështu ka ta jetës, ky është fati i jetës, çfarë më bë. Çfarë është shkruar nga Zoti, ashtu ka më përfundu. Kjo është një foto që është ruajtur nga shumë vite më parë. Me shoh që është gjyshja këtu. Kam patur marrëdhënie shumë mirë, më ka dashur shumë gjyshja nëna e babait. Janë edhe prindit këtu, është vllau, motra, nana, jam edhe unë. Edhe është shumë foto interesante nga që kur e shef vetëm është vogël edhe duket si e habitshme pak interesante. Pasi që kemi patur tradit muzikën si familje, i kemi dhuruar vajzës një piano në moshën 8 vjeçare kur ka qenë ajo, para 20 vitesh, edhe e ka vazhduar vajza gjithmonë me sukses. Akoma vazhdon si pedagoge në universitetin në Amerikë, edhe është pedagoge shkëlqyer. Kurse unë e përdor për në një fantazi muzike ose kur duhet të shoqëroj në këngë ose të në i vokaliz për shumë kompozime, nga këtu marrë frymëzim edhe po vazhdoj, po punoj akoma me këtë piano.
Ju faleminderoj edhe ju Dark Channel që na erdhët, na respektuat, na vlerësuat deri këtu. Patjetër do ta loj një pjesë për ju. Faleminderit. Atëherë po e përshkruaj jetën time shkurtimisht. Me një fëmijëri të lumtur me prindër të mrekullueshëm, të cilët kanë sakrifikuar derisa na kanë nxjerrë në dritë. Pastaj, atëherë kam krijuar familjen time me një bashorte nga një familje me shumë autoritet intelektuale, që me vite ka dëshmuar këtë të unë, që më kam mbështetur gjatë gjithë suksesit të jetës time. Martesa sipas traditës të asaj kohe ka ndodhur që në moshën 20 vjeçare, ku në moshën 23 vjeçare lindi vajza e parë, pastaj vajza e dytë, dhe pas 5 vitesh më vonë nga mosha 28 vjeçare, në moshë shumë të re, më ka ndodhur një tragjedi shumë e rëndë që kur nuk e kisha imagjinuar. Në aksident ka ndruar jetë vajza e parë, gati 5 vjeçe e gjysmë, dhe kam ngel me vajzën tjetër 2 vjeçare, Era. Ka qenë fat i madh që në këtë tragjedi bashortja ka qenë shtatzëne, dhe për fat të mirë në spital e kanë shpëtuar djalin e madh Erindin, dhe pas Erindit, 2 vite më vonë, emrin e të nderës e ka sot djali i vogël Rudin. Fëmijët janë të Zotit, ai ti e pa i ti merr, por që atëherë unë vetëm kam përparuar si në aspektin familjar të karrierës e në gjithçka që më ka ecë mbar. Nga mosha 40 vjeçare kam emigruar në Amerikë, dhe kjo ka të bëjë me periudhën tjetër të vështirë të jetës time. Në 5 vitet e para në Amerikë, por me vite ja kemi dalë. Atëherë ka ardhur edhe një gëzim i papritur në familje, martesa e Erës. Një ditë kur zemra gëzon dhe dridhet lehtë nga emocionet. Në shpirt ngrihen kujtimet nga fëmijëria e saj, zëri i saj i ëmbël, hapat e vegjël, qeshjet, përqafimet, dhe papritur ai vajzë e vogël sot është nuse. Të 3 fëmijët janë me universitet të kryer, më kanë plotësuar ëndrrën që unë kam patur si qëllim në jetë, por më në fund familjes tani shtohet edhe mbesa treva. Është një nga ndjenjat më të pastra dhe më të veçanta që mund të përjetoj njeriu. Është një përzierje e ëmbël mes kujdesit, krenarisë dhe përgdheljes. Është një dashuri pa kushte që të mbush zemrën sa herë e sheh të qesh.
është si një dritë e re në familje që të kujton pse jeta është e bukur. Si një dhuratë e dytë nga jeta, sepse tek mbesa shek vazhdimin e gjakut, por edhe një fillim të ri. Një ndjenjë që të bën të buzëqeshësh pa arsye, vjen nga zemra dhe nuk kërkon asgjë në këmbim.